Edhe një javë para ndeshjes së madhe me Serbisë dhe Shqipërisë, e cila do të luhet në stadiumin në Leskovac. Ndeshja luhet më 11 tetor në orën 20:45 në kuadër të grupit K të kualifikueseve për kampionatin botëror në futboll. Ndeshje që vlerësohet e tensionit të lartë, kur kihet parasysh se çfarë ngjau në Beograd më 14 tetor të vitit 2014, kur huliganët serb sulmuan në fushë lojtarët shqiptar dhe ndeshja u ndërpre në minutën e 41. Shqipëria fitoi më pas me rezultat në tavolinë 0-3. Gazetarja dhe moderatorja e sportit Qeqa Krelani ka disa fjalë në kuadër të kësaj ndeshje për kryetarin e Serbisë Aleksandar Vučić, ish zëdhënësi i kasapit të Ballkanit Slobodan Milošević. Aleksandar Vučić, diktatori i fundit i Ballkanit i dal nga shkolla e kasapit Milošević, ka urdhëruar që për ndeshjen Serbi-Shqipëri të mos shiten bileta publikisht, por të futen në stadium vetëm ata që kanë ftesa të kontrolluara nga regjimi i tij si militant, punëtor shteti dhe përkrahas të pushtetit të tij. Ky njeri, përveç që zgjedh se kush duhet të jetë president i Federatës së Futbollit, tani vendos edhe kujt i jepen biletat e një ndeshjeje. 6.000 njerëz, jo tifoz, por figura të zgjedhura nga Afrika, se ndeshja do të kthehet në protest nga populli kryengritës. Ai ka dhënë urdhër Federatës që të lejohen vetëm persona të kontrolluar me ftesa private e jo bileta online, të gjithë të lidhur me administratën e tij apo përkrahas të regjimit të tij me ID të verifikuara. Në Serbi edhe fryma në stadium kalon nëpër filtrin e Vučićit. Ai që kontrollon dhe kush futet në stadium e di që fundin e ka afër. Ky racist politik që mendon se mund ta kontrollojë edhe ajrin që thith populli i tij, vazhdon ta trajtojë ndeshjen ndaj Shqipërisë si luftë personale, jo si garë sportive. Është turp kombëtar që një president i shekullit të 21 sillet si në vitet 90, duke e kthyer futbollin në propagandë politike dhe popullin e vet në ushtar të frikës. Dhe më e rënda e së gjithës, FIFA dhe UEFA lejojnë që njerëz të dalë nga regjime që kanë kryer gjenocid ndaj shqiptarëve, por edhe Ballkanit, të urdhërojnë, të kontrollojnë dhe të ndikojnë në futboll. Lejojnë që një president autoritar të përcaktojë kush hyn e kush del, kush këndon e kush esht në stadium. Aleksandar Vučić, djali politik i kasapit Milošević, ka shkruar Qeqa Krelani në profilin e saj në Facebook. Parandeshjes historike me Serbisë dhe Shqipërisë, e cila do të zhvillohet më 11 tetor në stadiumin Dubočica të Leskovcit, atmosfera është ndezur jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj. Një mesazh i fuqishëm ka ardhur nga tifo grupi i njohur Plisat e Prishtinës në ndeshjen ndaj Ballkanit në Ajvali, të cilët me një banderol simbolike kanë shprehur krenarinë dhe ndjenjat kombëtare për përfaqësuesen Kuqezi. Në Leskovcin ton, në tokën e Shqipërisë, na bëni krenar për nder të historisë, shkruaj në pankartën që tashmë ka bërë xhiron e rrjeteve sociale, duke prekur zemrat e shumë shqiptarëve anë mban trojeve etnike. Ky mesazh nuk është thjesht një shprehje mbështetje për futbollistët, por një kujtesë e gjallë e historisë dhe identitetit kombëtar. Për shqiptarët kjo ndeshje ka një domethënie shumë më të madhe se sa 3 pikë në kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Është përballje ngarkuar me emocione, kujtime dhe simbolika, duke si ndërmend edhe ngjarjet e ndeshjes famkeqe të vitit 2014 në Beograd, kur tensionet politike u përzien me sportin dhe huliganët serb sulmuan futbollistët e kombëtarës shqiptare. Megjithatë, sot ndjenja kryesore është krenaria dhe uniteti. Kombëtarja shqiptare drejtuar nga trajneri Silvinjo synon të tregojë se përfaqësimi i një kombi të bashkuar dhe dinjitoz në arenën ndërkombëtare është forma më e bukur e patriotizmit. Tifozët shqiptar nga Tirana në Prishtinë, nga Shkodra në Tetov, janë të bashkuar pas flamurit Kuqezi, duke kërkuar një fitore që do të kishte jonë shumë më të madhe se ajo sportive. Në prag të kësaj ndeshje, Plisa dhe gjithë diaspora shqiptare përcjell të njëjtin mesazh: luftoni me zemër për nderin e historisë dhe për krenarinë e të gjithë shqiptarëve. Leskovci do të jetë më shumë se një stadium, do të jetë një skenë ku historia, emocioni dhe futbolli bashkohen me ngjyrat Kuqezi.